Surja El Kamer, Mekase, 55 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. U afrua ora dhe u qa hëna. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. E megjithatë sa herë që shohin ndonjë mrekulli, ata kthejnë kurrizin dhe thonë: kjo është në vazhden e magjive të tij. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. Ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre për çdo gjë që është e caktuar. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja. حكمة بالغة فما تغني النذر. Një urtësi e përsosur, por paralajmërimi nuk u bën dobi. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. Prandaj, largohu nga ata o profet, deri ditën kur do t'i thras lajmëtari në diçka të tmerrshme. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Me sy të përullur, do të dalin nga varret, sikur të ishin karkalesa të shpërndar. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. Duke shpejtuar drejt lajmëtarit, atëhere mohuesit do të thonë: kjo është ditë e vështirë. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Para tyre i ka përgënjeshtruar shenjat tona populli i Nuhut. Ata e quanin gënjeshtar robin ton Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcënonin. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Kështu ai i u lut Zotit të vet: unë jam i mundur, andaj më ndihmo. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Dhe ne i hapëm dyert e qiellit me ujë të rrëmbyeshëm. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Dhe i shpërthyen burimet e tokës, e u takuan ujërat për një qëllim të paracaktuar. وحملناه على ذات ألواح ودسر. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë të ndërtuar prej dërrasash dhe goshdësh, تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. e cila lundronte në sy tanë, si shpërblim për atë Nuhun a.s. i cili u mohua. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që ja vë veshin? فكيف كان عذابي ونذر. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Vërtet, ne
e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Edhe fisi Ad e quajti gënjeshtar të dërguarin ton, por sa i të merrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir. Ne u dërguam atyre në një ditë fatkeqe, një erë të stuhishme të pandërprerë. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. E cila i nxirrte njerëzit sikur të ishin trungje të shkulura hurmash. فكيف كان عذابي ونذر. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? كذبت ثمود بالنذر. Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi paralajmërimet tona. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Ata Themudasit than: Vall, a të ndjekim një njeri nga mesi ynë? Atëherë do t'ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. Vall, vetëm atij mes nesh t'i dërgohet shpallja? Jo. Ai është gënjeshtar mendjemadh. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Të dërguarit ju tha: Nesër do ta marrin vesh ata se kush është gënjeshtari mendjemadh. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar. Andaj ti o Sali, priti ata dhe bëhu i durueshëm. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. Dhe lajmëroj ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre e deves dhe çdo vakt do të shihet me rend. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Por ata thirrën shokun e tyre, i cili e mori dhe e theri. فكيف كان عذابي ونذر. E sa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. Ne dërguam mbi ta një ulurim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? كذبت قوم لوط بالنذر. Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر. Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ta, duke hequr familjen e Lutit që e shpëtuam në agim. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
fal mëshirës son. Ja kështu ne I shpërblim ata që falenderojnë. وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ Në fakt, luti I paralajmëroi ata për fuqinë e dënimit ton, por ata I vunë në dyshim paralajmërimet. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ Ata I kërkuan t'u dorëzonte mysafirët e tij, por ne u averbuam syt e u tham: Shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ Dhe të nesërmen në mëngjes, ata I goditi dënimi I përhershëm. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ Shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralajmërimin tim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Vërtet, ne e kemi bërë Kuranin të lehtë për t'u kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur paralajmërimet. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ Por ata I mohuan të gjitha shenjat tona, andaj ne I mbërthyem ata ashtu siç dënon I plot fuqishmi dhe I plot pushtetshmi. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ Vallë, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta popuj të shkatëruar më parë? Apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Vërtet, thonë ata, ne jemi grup I pathyeshëm. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ Së shpejti do të thyhet grupi, dhe secili prej tyre do t'ja mbath. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ Madje, ora e kiametit do të jetë takimi I tyre, dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e idhët. Innal mujrimina fi dalalin wa su'ur Pa dyshim, keqbërësit janë të humbur në këtë jetë dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër. Yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar Ditën e gjykimit, ata do të tërhiqen me fytyrat e tyre në zjarr e do të thuhet: Shijoni zjarrin e xhehenemit. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Wama amruna illa wahidatun kalamhin bil basar Ne urdhërojmë vetëm një herë dhe vullneti ynë përmbushet sa çelë mbyll syt. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر Ne tashmë I kemi shkatëruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? وكل شيء فعلوه في الزبر Çdo bë me tyre është shënuar në librat e engjëjve që regjistrojnë veprat. وكل صغير وكبير مستطر
çdo gjë, e madhe a e vogël qoftë, është shënuar në Leuhi Mahfudh. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Vërtet, besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit ku rrjedhin lumenj. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Në kuvendin e së vërtetës në xhenet, tek një sundues i plot fuqishëm.